Ende nuk kanë filluar punimet për ndërtimin e objektit të ri të shkollës së mesme tekstile dhe gjimnazit 7 Marsi. Kjo për shkak të ankesave në thirrjen publike do të përsëritet edhe një herë procedura e tenderimit. Kështu tha kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami gjatë një takimi me gazetar. Sipas tij, pas përsëritjes së procedurës dhe zgjedhjes së operatorit, do të fillojë ndërtimi i objektit për këta 2 shkolla. Ka pasur ankesa në procedurën e tenderimit dhe është dashur të përsëritet tenderi. Tash jemi në fazën e fundit, domethënë të përsëritjes së tenderit, dhe kur do të mbarojë si procedurë, kur do të kemi operatorin, do të jepet urdhëresë për të nisë punimet. Domethënë, këto janë 3 projekte të cilat i fitoi Komuna e Tetovës për vitin 2024. Në ndërkohë, projekti tjetër për rindërtimin dhe zgjerimin e rrjetit primar të furnizimit me ujë për lagjen jashtë Vardarit është duke u zhvilluar pa probleme, tha Kasami. Ky projekt financohet nga qeveria në vlerë prej 15 milion denar. 2 projekte nga mjetet e parapara për vitin 2024 ka nisur dhe njërin e bëm edhe promovimin terren dhe shkon me dinamikën e parapar për sjellsi për lagjen jashtë Vardarit, edhe gypi kryesor i furnizimit me ujë të pishëm. Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami është pyetur edhe për vazhdimin e bulevardit Blagoja Toska që ka mbetur përgjysmë. Kasami nënvizoi se aty një objekt është rënuar dhe pritet që pasi të fillojë pagesa e dëmshpërblimeve të vazhdojnë punët. Blagoja Toska jemi në fund të zgjidhjes me marrëveshje me dikun 4 pronar me cilët në bazë të ligjit ne duhet t'ua bëjmë pagesën para se të prishin objektet. Jemi dakorduar që pagesa të bëhet me ratë në periudhën që vjen dhe ata të prishin objektet. Një që ka qenë objekti më i madh në traseën e rrugës është prishur objekti. Presim ditët në vijim të prishin edhe objekte tjera dhe kur dhe jetë trasea e lirë, t'japim operatorit urdhëresë për të vazhduar punimet. Jemi marrëveshje me qytetarët që ata të pajtohen edhe me pagesë me ratë. Domethënë, t'i prishin ato objekte, të lejojnë vazhdimin e punimeve dhe pastaj pagesa do bëhet si në shumë raste tjera. Përsa i përket vazhdimit të bulevardit Boris Kidriç, kreu i komunës së Tetovës tha se aty punimet vazhdojnë sipas dinamikës së parapar.